Dashi, dita juaj fillon me energji pozitive dhe një ndjenjë rinore që ju mbush shpirtin. Në punë, fokusohuni në projektet që kërkojnë kreativitet, ndërsa evitoni konfliktet të panevojshme me kolegët. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por keni kujdes ndaj shpenzimeve impulsive. Në dashuri, është koha e duhur për të dëgjuar zemrën dhe për të shprehur ndjenjat tuaja. Një mbrëmje romantike me personin e zemrës do të rindis ndjenjat e vjetra. Mendoni të kaloni kohë në natyrë për të rigjeneruar mendjen dhe trupin. Reflektimi i brendshëm do t'ju jap qartësi për hapat e ardhshëm. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke bërë një shëtitje të gjatë ose duke praktikuar meditim. Përballoni me gjithçka me zemër të hapur. Demi, dita e sotme mund të sjellë një ndjenjë qetësie dhe reflektimi të thellë. Energjia e brendshme do të jetë në harmoni, duke ju ofruar mundësinë të mendoni për projektet e ardhshme në punë. Merrni pak kohë për të bërë planet tuaja financiare. Menaxhimi i kujdesshëm mund të sjellë stabilitet të qëndrueshëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të ndihmojë në thellimin e lidhjes tuaj. Nëse keni pasur tensione, sot është një ditë e mirë për të zbutur mosmarrëveshjet. Shfrytëzoni mundësinë për të kaluar kohë cilësore me njerëzit që doni. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të merrni frymë thellë. Qetësia e brendshme do t'ju ndihmojë të lundroni çdo sfidë me elegancë. Binjakët, në këtë ditë të veçantë dimri, një val energjie pozitive të përshkon. Zemra jote rreh me ritmin e ndjenjave të reja dhe emocionet janë në zenin. Jepi më shumë vëmendje komunikimit me të dashurit, pasi dialogu i sinqert do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë ndjehet një atmosferë e qetë dhe kjo është një mundësi e artë për të planifikuar projekte të reja. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme që mund të prishin balancën. Kujdesu për shëndetin emocional duke ndjekur aktivitete që të relaksojnë. Një shëtitje në natyrë do të ripërtërijë shpirtin dhe do të ushqejë mendjen me qetësi. Lejoje veten të ëndërrosh dhe të besosh në potencialin e artë që mbart brenda vetes. Daforia. Sot ndjenjat tuaja janë të thella dhe të fuqishme, duke ju bërë të ndjeshëm ndaj gjithçkaje rreth jush. Në dashuri, është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat tuaja të vërteta me partnerin. Mos keni frikë të tregoni sa shumë ju intereson, pasi sinqeriteti do të sjellë afërsi më të madhe. Në aspektin profesional, mund të ndjeni nevojën për të fokusuar në projekte që kërkojnë përkushtim afatgjallë. Merrni kohën që ju nevojitet dhe mos u ngutni. Financat paraqiten stabil, por kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Besoni intuitës suaj kur bëhet fjalë për vendime të rëndësishme. Përqafoni momentet e qeta të ditës dhe shijoni një libër ose një muzikë të preferuar që ju relakson. Luani. Sot është dita ideale për të dëgjuar zemrën dhe intuitën tënde. Në dashuri, ndize flakën e pasionit me një gest të vogël, por domethënës. Partneri do të vlerësojë përpjekjen tënde për të sjellë më shumë magji në marrëdhënien tuaj. Në punë, fokusoju në detajet e projekteve të mëdha. Një përqendrim i tillë mund të sjellë dhurata të papritura. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme. Është koha për të bërë një plan afatgjat për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Ndjesia e përgjithshme e ditës do të jetë e nxehtë dhe plot jetë, ashtu si një muzg veror që përshkohet nga aventurat e reja. Mbaje mendjen të hapur për mundësitë që të vinë, një takim i rastësishëm mund të hapë dyert drejt horizonteve të reja. Virgjëresha. Dita e nesërme do të hapet me ngrohtësi, duke të sjellë një moment qetësie dhe reflektimi. Në aspektin emocional, një bisedë e thellë me dikë të dashur mund të sjellë qartësi dhe harmoni. Është koha e duhur për të vlerësuar marrëdhëniet dhe për të ndarë ndjenjat pa hezitim. Në punë, energjia kreative do të jetë në kulmin e saj, ndaj përdore për të realizuar projekte që ke lënë pezull. Financat mund të kërkojnë më shumë vëmendje. Planifikimi i kujdesshëm do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit. Jepi vetes pak kohë për të shijuar momente të vogla që të mbushin me gëzim. Një shëtitje në natyrë ose një kohë e kaluar me libra do të sjellë freski mendore dhe qetësi shpirtërore. Peshorja. Ditë e bukur për të reflektuar mbi balancën në jetën tuaj. Në dashuri, zemra juaj po dëshiron harmoni dhe afërsi. Koha e kaluar me partnerin do të sjellë paqe dhe mirëkuptim të thellë. Nëse jeni vetëm, takimet e reja mund të hapin mendjen tuaj drejt horizonteve të reja. Në punë, do të ndjeni një shtytje për të përqendruar te projektet që kërkojnë kreativitet dhe diplomaci. Një qëndrim i qetë do t'ju ndihmojë të zgjidhni sfidat me mençurinë e duhur. Financiarisht, është momenti për të ruajtur qëndrueshmërinë dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Dëgjoni intuitën, ajo do të jetë udhërrëfyesi juaj më i mirë. Përqafoni ndjesitë pozitive dhe lejoni që energjia pozitive t'ju udhëheqë soll. Harmonia është qelësi.
Akrepi. Sot dita fillon me një ndjenjë të heshtur qetësie. Në sferën e dashurisë, lër fjalët të rrjedhin natyrshëm, pasi bisedat e sinqerta do të sjellin një afërsi të thellë. Në punë, mos nguro të merrni iniciativën. Talenti juaj i fshehur mund të tërheqë vëmendjen e duhur për të avancuar në projekte të reja. Kujdes me financat sot, pasi mund të shfaqen shpenzime të papritura. Një planifikim i kujdesshëm do të jetë çelësi për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Për ndjesitë e përgjithshme, qëndroj i hapur ndaj mundësive të reja që sjell dita. Merr ca kohë për të relaksuar dhe për të përqafuar qetësinë e brendshme. Universi është në krahët e tu dhe po të shtyn drejt harmonisë. Shigjetari. Dita e sotme ofron mundësi të reja për të ndjekur ëndrat dhe synimet personale. Në dashuri, hapeni zemrën dhe mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Një bisedë e thellë mund të sjellë afrimitet të ri me partnerin, ndërsa për vetmitarët, fati është në anën tuaj. Në punë, përcakto prioritetet tuaja dhe mos nguro të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Zgjidhjet kreative do të jenë çelësi i suksesit sot. Financat kërkojnë kujdes, është koha për të bërë një planifikim më të mirë për shpenzimin. Ndjesitë do të jenë të balancuara, duke ju dhënë qetësi dhe harmoni të brendshme. Merrni një moment për të reflektuar dhe falënderuar për të gjitha bekimet që keni në jetën tuaj. Britsjapi. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi për të ndriçuar rrugën tuaj. Në dashuri, zemra juaj mund të ndjejë një harmoni të re. Një bisedë e thjeshtë me partnerin tuaj mund të hapë dyrë për një mirëkuptim më të thellë. Në punë, pasioni juaj për detajet do të vlerësohet nga kolegët dhe eprorët. Mos hezitoni të shfaqni idetë tuaja krijuese. Financat kërkojnë pak kujdes, shikoni nga afër shpenzimet e vogla që mund të mbledhin. Një reflektim i vogël mbi shpenzimet do të sjellë qetësi mendore. Dita ofron mundësi për të rigjeneruar energjinë tuaj. Një shëtitje në natyrë apo një moment i shkurtër meditimi do t'ju ndihmojë të balanconi emocionet. Lëreni zemrën dhe mendjen të qëndrojnë të hapura për surprizat që dita sjell. Ujori. Në këtë ditë të veçantë, qielli sjell energji të reja dhe mundësi të papritura. Në dashuri, mund të ndihesh i frymëzuar për të eksploruar anët më të thella të ndjenjave. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë afërsi të reja. Në punë, intuita do të jetë udhëzuesi yt më i mirë, dëgjoj atë zë të brendshëm që të shtyn drejt projekteve të reja. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Kjo është një kohë ideale për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata. Shijoni momente të qeta dhe mos nguroni të përkushtoni kohë për veten. Ndjenja e paqes dhe harmonisë do të mbush zemrën tënde, duke të dhënë besim dhe kuraj për të ardhmen. Peshqit. Sot, ndjenjat tuaja do të jenë si valet e buta të një deti të qetë, duke ju udhëhequr drejt një dite të bukur. Një takim i papritur mund të sjellë një ndjenjë të re dashurie ose miqësie, ndaj mbajeni zemrën të hapur për mundësi të reja. Në punë, është koha për të treguar aftësitë tuaja krijuese. Mos nguroni të prezantoni idetë tuaja, ato do të vlerësohen. Financat tuaja janë në një ekuilibër të qëndrueshëm, por është mirë të planifikoni shpenzimet e ardhshme me kujdes. Bëni një shëtitje në natyrë ose dëgjoni muzikën tuaj të preferuar për të relaksuar dhe për të gjetur paqen e brendshme. Kujtoni se ndonjëherë gjërat më të thjeshta sjellin gëzimet më të mëdha.